Lajmi më i fundit, arrest me burg për autorin që shkaktoi tragjedin. Do të lidhem pas pak momentesh me të qenë gati me Klodiana Gjiajn për të na dhënë detaje. Pak më parë po shikonim pamjet nga salla e gjyqit. Shikoni autorin në gjendje të rënduar psikologjike natyrisht. Shikoni pamjet, pra pak momente se janë vënë në dispozicion nga seanca e ditës sotme, ku i është komunikuar masa arrest me burg. 2 fëmijë të mitur humbën jetën, ndërkohë që shpëtoi mrekullisht djali 8 vjeçar. Vetëm ditën e djeshme mjekët dhe ndajmin se është jashtë rrezikut për jetën. Do të lidhemi me Klodia Gjiajn për pak momente. Nikol Radaci, autori i aksidentit ku humbën jetën 2 të mitur, ka marrë masën e arrestit me burg natyrisht. Janë pamjet që ndam me ju edhe pak momente më parë, vetëm ditën e sotme ka dalë përpara gjykatës, pra të martën autori i kësaj ngjarje të rëndë. Që ka ndodhur ditën e diel, pra 2 ditë më parë. Nikol Radaci qarkullonte, ngiste mjeti në gjendje të dehur dhe pasi është nështruar testit të alkoolit, herën e parë rezultoi 0,73 mg për litër, ndërkohë që herën tjetër 0,70. Shoh Klodin që po bëhet gati për raportimin e drejt për drejt. Po Klodi, linja për ty, më dëgjon? Po, me sa duket ti më dëgjon, unë nuk të dëgjoj mirë, do të presim pak momente. Por sa të rregullohet lidhja me audio nga gjykata e Durrësit. Klodia Gjiaj është drejt për drejt, sapo ka përfunduar seanca në gjykatë ku është komunikuar masa arrest me burg për autorin e ngjarjes së rëndë. Presim edhe pak momente. Ka përfunduar vetëm pak më parë seanca në gjykatën e Durrësit. Nikola Radaci i është komunikuar masa arrest me burg për ngjarjen e rëndë që ndodhi ditën e diel në mesditë. Sipas dëshmitarëve dhe sipas personave që e njohin, është e disa herë që autori ka qarkulluar në gjendje të dehur nëpër qytet. Ndërkohë po, shoh edhe një herë Klodin e tentoj. Klodi, më dëgjon? Unë do dëgjoj shumë mirë. Po, shumë mirë. Nuk e din që linja për ty. Sa ka përfunduar seanca gjyqësore për masën e sigurisë për Nikola Radacin, 57 vjeç, autor i aksidentit fatal i cili mori jetën 2 të miturve në zonën e Kënetës vetëm 2 ditë më parë. Prokuroria kërkoi arrest me burg, ndërsa edhe gjykata vendosi arrest me burg për 57 vjeçarin, i cili është shfaqur përpara gjykatës me kokën ulur, nuk ka folur asnjë gjë, i pa mbështetur nga asnjë prej familjarëve të tij, të cilët nuk kanë ardhur në gjykatë, por siç ju kemi vënë në dieni, familjarët e tij janë larguar 2 net më parë nga policia e Durrësit drejt një qyteti tjetër për masa sigurie pas ngjarjes shumë të rëndë që ndodhi në zonën e ish Kënetës, ku ai aksidentoi për vdekje 2 fëmijë dhe plagosi një të tretë i cili është në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Në sallën e gjyqit ka qenë një avokate mbrojtëse e përcaktuar nga gjykata, pasi familjarët nuk i kanë dhënë nuk ka marrë avokatë mbrojtës, por është përcaktuar kryesisht nga shteti, e cila në daljen vetëm pak qaste më parë, avokatja mbrojtëse tha se 57 vjeçari ishte akuzuar për 3 vepra penale dhe rrezikon të dënohet nga 5 deri në 20 vjet burg, si pasojë e aksidentit të rëndë, ku janë 3 vepra penale, një është aksidenti me vdekje, një është konsumimi i alkoolit dhe largimi nga vendi i ngjarjes. Ka qenë një prej ngjarjeve shumë të rënda
e cila ka shkaktuar zemërim të madh publik, jo vetëm në Durrës, por në mbar opinionin publik, aksidenti i madh, aksidenti i rënd i dy fëmijëve 10 vjeçar në zonën e Kënetës, ku autori pas aksidentit që e shkaktoi me shpejtësi shumë të lartë, u largua nga vendi i ngjarjes dhe është ndaluar nga policia e Durrësit vetëm pak më pasi ishte larguar. Ndërkohë që familjarët e të dy fëmijëve të mitur janë shprehur të zemëruar dhe kanë kërkuar dënimin maksimal për autorin 57 vjeçar, i cili është shkelës i ligjit. Ndërkohë që komuniteti i zonës së Kënetës në mënyrë të herpashershme kishte sjellë në vëmendje të policisë së Durrësit edhe shkeljet e bëra nga ana e 57 vjeçarit, i cili pasi konsumonte alkool lëvizte me shpejtësi të lartë në lagjin e tyre, duke qenë njëri problematik. Disa herë ishte hequr patenta nga ana e policisë së Durrësit, por ai sërish e kishte marrë patentën dhe kishte dalë në rrugë. Ndërkohë që ishte zemërim i madh publika, i cili solli edhe shkarkimin e të gjithë zinxhirit drejtues të policisë së Durrësit një ditë më parë nga ana e kryepolicit Skënder Hita, prej drejtorit të policisë së Durrësit, shefit qarkullimit dhe të gjithë zinxhirit komandues, erdhi shkarkimi i tyre si pasojë e kësaj ngjarje të rëndë. Nisida. Faleminderit shumë Klodi për informacionet që po. Nëse më lejon të shtoje diçka. Më thuaj, po. Është pyetur nga ana e gjykatës seancës nëse 57 vjeçari kishte diçka për të thënë, kishte diçka për të folur për atë që ndodhi, por nuk foli asnjë gjë. Minimalisht duhet të kërkonte falje dy familjeve të cilave u shkaktoi edhe këtë dhimbje të madhe, duke marrë jetën e dy fëmijëve të mitur, 12 vjeçarve, dhe duke lënë në zi dy familje në qytetin e Durrësit. Klodi, faleminderit për këtë ngjarje tepër të rëndë, për këtë ngjarje tragjike. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimet për veprimet dhe mos veprimet e punonjësve të policisë pas denoncimeve të bëra nga banorët e lagjes 15 në Durrës në zonën e Ish-Kënetës. Sipas pretendimeve të qytetarëve, policia nuk ka reaguar në kohë ndaj sinjalizimeve dhe denoncimeve të vazhdueshme për qarkullimin e mjeteve me shpejtësi të lartë në këtë zonë. Hetimet AMP-s vijnë pas aksidentit tragjik që ndodhi mesditën e së dielës, ku humbën jetën 2 të mitur, ndërsa një tjetër mbeti i plagosur. Ngjarja e rëndë ka ngritur dyshime mbi reagimin e strukturave policore dhe nëse janë marrë masat e nevojshme për parandalimin e rrezikut pavarësisht denoncimeve të mëparshme të banorëve. AMP pritet verifikojë nëse ka shkelje të detyrës nga ana efektivëve të policisë dhe nëse janë ndjekur procedurat për trajtimin e ankesave të qytetarëve, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e përgjegjësive ligjore ndaj personave përgjegjës. Të hënën, një ditë pas aksidentit tragjik të shkaktuar nga 57 vjeçari Deur Nikola Radaçi, kryepolici Skënder Hita pezulloi nga detyra deri në përfundim të hetimeve zinxhirin komandues të policisë Durrës. Të përfundon edicioni informativ i orës 11 në News 24 për më gjuri